besimtari o vëllezër që I ka zënë besë fjalës së Allahut xhelle xhelalu dhe jeton me shembullin e pejgamberit alayhi salam, asesi nuk lejon që nga gjuha e tij të nxjerr fjalë të cilat e hidhrojnë Allahun xhelle shanu. Asesi nuk lejon ai që të flet diçka që Allahu nuk është razi me të, për shkakun se ai jeton me bindjen se për çdo gjë që ka thënë në jetën e tij, ai duhet të jep llogari para Allahut xhelle shanu. Andaj kur besimtari është në mesin e mirësive dhe begative të Allahut xhelle xhelalu, kur është duke u kënaqur me të mirat që Allahu ja ka dhuruar në jetën e kësaj dunjaje, ai Allahu nuk e haron dhe për këto mirësi Allahut elhamdulillah I thot, e falenderon krijuesin e gjithësisë dhe ai e din se pas çdo mirësie, kur është falenderues ndaj Allahut, Allahu këto mirësi ja shton. Mirë po, kur ndodh që ti vonohet rizku, kur është duke kërkuar punë por nuk është duke gjetur, kur refuzohet në punën që është duke e bërë, ai e shton istighfarin, kërkimin e faljes tek Allahu dhul xhelal, nuk ankohet tek askush, nuk e ofendon askënd, nuk qortohet me askënd, por kërkon falje duke thënë astaghfirullah dhe është I bindur që pas kërkimit të faljes Allahu çdo punë ka për t'ja rregulluar. Ndërsa kur besimtarin e godet ndonjë vështirësi, kur ai ka ndonjë hall, kur ai ka ndonjë breng, kur ai është I mërzitur, kur të gjitha dyert në jetën e tij duken se I ka të mbillura, ai nuk thot fjalë edhe në këto momente që ta hidhrojnë Allahun xhelle xhelalu, por ai thot la haula wala quwwata illa billah. Ai e din se nuk ka fuqi që e I rregullon punët e tij, që I hap dyert e tij, që ja zgjeron që ja zgjidh problemet e tij, përveç Allahut xhelle xhelalu. Pra ai në çdo situatë në jetën e tij, përballë çdo sfidë në dunjan e tij, gjithmonë nga gjuha e tij djalin fjalë që e kënaqin Allahun e asesi fjalë që hidhrojnë krijuesin e gjithësisë.